Gjatë jetës, vëllezër, duhet jemi optimist. Duhet mendojmë çdo herë mirë për Allahun. Të pajtohemi me caktimin e tij. Dhe duhet ta dimë se çdo sprov që të godet e mbart në veten një mirësi. Mirësi të cilën mund ta kuptojmë ose mund ta zbulojmë më vonë. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli. Si do të ishte nëse njeriu do ta dinte se çka do t'i ndodh në të ardhmen? Si do të ishte gjendja e njeriut nëse do ta dinte se pas një jave do ta bëjnë një aksident të rënd me makinë? Si do të ndjehej po ta dinte se pas pak ditësh do t'i digjet shtëpia? Apo pas 2 vite do ta humb gjithë pasuninë dhe do të mbetet i varfër? Si do t'ishte gjendja e prindërve po ta dinin se djali i tyre do të ndronte jetë pas një muaji? Subhanallah, pasha Allahun, si kur ndonjeri prej nesh ta dinte këtë, jeta do t'i nxihej edhe nëse tani i ka të gjitha dhe nuk i mungon asgjë. Nuk do të kënaqej me asgjë, përgjigjja është kjo. Nuk do të mund të bënte gjumë të rehatshëm. Jeta e tij do të ndalej në pritjet e asaj se çfarë do të vjen. Prandaj, prej mëshirës dhe rahmetit të Allahut ndaj nesh, është se e mbajti vetëm për vete dijen e të fshehtës. Ghaibin e ka mbajtur vetëm për vete. Këtë bëri që njeriu të ecë në këtë jetë duke u mbështetur Allahut e duke qenë i kënaqur me atë që Allahu ja ka caktuar. Allahu Azza wa Jall në lidhje me diturinë e fshehtë thot: "Qul la ya'lamu man fi s-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Askush përveç Allahut, as në qiej e as në tokë nuk e di të fshehtën. Vetëm Allahu e di të fshehtën. Dhe kjo dije është e plot dhe përfshin çdo gjë. Përfshin çdo gjë që ka ndodhur dhe çdo gjë që ka për të ndodhur. Allahu thot në Kur'an: "Tek ai janë qesat e së fshehtës. Askush nuk i di ata përveç tij. Ai e di çfarë ka në tokën e det. Nuk bie asnjë gjë pa e ditur ai. Nuk ka asnjë kokër fare në errësirën e tokës, në thellësinë e tokës, të njom apo të thatë që të mos jetë e shënuar në librin e qartë." As krijesa më e dashur e Allahut, pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk e ka ditur të fshehtën, por vetëm se nëse ai vetë ja ka mësuar atë që të jetë argument për pejgamberllëkun e tij. Allahu i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam: "Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaib." Thuaj, unë nuk u them juve se i kam thesaret e Allahut. As të fshehtën nuk e di. Pra dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e ka ditur të fshehtën. Madje edhe gjinët, për cilët shumë njerëz besojnë se e din të ardhmen, Allahu na mëson se edhe ata nuk e din. Pas kësaj kuptohet se të gjitha pretendimet se dikush po e dit ka të fshehtën, bie dhe çrrënjoset. Siç pretendojnë fallxhorët, astrologët, ata që e lexojnë dorën apo filxhanin, horoskopin e të tjera. Fshehtësinë nuk e di askush përveç Allahut. Dhe se muslimani duhet të përpiqet me gjitha mundësitë
të arrijë më të mirën, të punoj, të veproj të arrijë më të mirën, dhe të jetë i kënaqur me atë që Allahu ja ka caktuar. Nëse i vjen një e mirë, e falenderon Allahu. Nëse godet një keqe, një fatkeqësi, a i bën sabër, bën durim, shpreson shpërblimin të Allahu dhe pajtohet me caktimin dhe kaderin e tij. Mund të ndodh që njeriu ta godas një gjë që ai e urren. Në shiqim të parë nuk e don, është e keqe. Ai ashtu e sheh. Është fatkeqësi, është vdekje, është frikë, smundje, varfëri e të tjera. Po ai duhet ta di me bindje të plot. Duhet ta ketë bindje dhe akide. Se në çdo sprovë apo fatkeqësi fshihet një e mirë që nuk e di askush përpos Allahut. Çdo gjë që të ndodh ty o besimtar, që në shiqim të parë është e keqe, e rëndë për ty, bën sabër, bën durim se pas asaj që duket ty e keqe, fshihet një e mirë që ndoshta kënaqesh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an po na thot: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Mundet që ju ta urreni një gjë, mundet që ju ta urreni, mos ta doni një gjë, mirë po ajo është e mirë për ju. Pas çdo sprove fshihet një e mirë, dhe pas çdo fatkeqësie fshihet butësia dhe mëshira e Allahut. Allahu mund të largoj prej teje, Allahu mund të largoj prej teje fatkeqësi edhe më të rënda me ato që ta ka zgjedhur ty. Se në ato që po i kalon tash. Po ti nuk e di të fshehtën dhe nuk e di se ku fshihet e mira. Kështu që pajtohu me caktimin e Allahut. Dorëzoja çështjen tënde Allahut. Dorëzoju komplet Allahut, sepse ai është më i mëshirshëm për ne se sa ne për veten tonë. Tregohet për një shkrimtar të famshëm, i cili u ul në zyrën e tij në fund të vitit dhe nisi të i shkruante ngjarjet më kryesore të vitit që i kishin ndodhur. Njeri i shkolluar, në fund çdo vitit, e kishte zakon të shënon ngjarjet kryesore që i kanë ndodhur gjatë vitit. Filloi të shkruaj dhe në rreshtin e parë shkruan: "Këtë vit nxorën në pension pas shumë vite shpunë. Vjen keq se po del në pension. Kam kryer një operacion në veshk për heqjen e gurëve. Pastaj thot, këtë vit më vdiq edhe babai. Djali im dështoi në fakultet sepse humbi muaj të tërë studimi për shkak të një aksidenti me makinë. Në fund të letrës shkruan me dëshpërim çfarë vit i zi. Sa vit i zi pas ka qenë ky për mua." Por derisa ishte i thelluar në mendime, gruaja e tij hyri në zyre dhe e pa se çfarë kishte shkruar në letër. Kaloi në dhomën tjetër, e mori një letër dhe filloi edhe ajo të shkruaj. I shkruajti disa rreshta dhe ja solli burrit përpara. Rreshtin e parë thot: "Dole në pension pas 50 vite shpunë të palodhur. Tani ke kohë të plot për të shkruar librat e tu, ashtu siç ke ëndrruar gjithmonë." Domethënë, po të realizohet dëshira jote e kahmoçme. Bëre operacionin në veshk dhe hoqe gurët që të shkaktonin aq shumë dhimbje dhe vuajtje. Apo shiqoni çfarë dallimi mes një personi që është pesimist edhe optimist.
Babai ndroi jetë moshën 85 vjeçare, i rrethuar me fëmijët, nipat dhe mbesat, pa të shkaktuar asnjë mundim apo barë të rëndë. Dhe në fund thot, djali shpëtoi mrekullisht nga vdekja në aksident dhe nuk psoi asnjë lëndim apo paftësi të përhershme. Pasi shkruan këto pikat, në fund thot, çfarë viti mrekullueshëm ka qenë ky. Allahu thot, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Mundet që ju ta urreni një gjë, po ajo është e mirë për ju. Kur vdiq sahabiu i nderuar Ebu Seleme, një prej muslimanëve të parë që kishte pranuar Islamin, shok i afërt i pejgamberit alayhis salatu wassalam, gruaja e tij Ummu Seleme u mërzit shumë. Po ju kujtu hadithi që e kishte mësu prej pejgamberit alayhis salatu wassalam, që në rast të fatkeqësie ta thoshte. Çfarë thoshte? Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Kur ndodhe një fatkeqësi, duhet me bën këtë dua. Ummu Seleme e kishte mësua prej pejgamberit alayhis salatu. Ço do të thonë, o Allah, më shpërble në fatkeqësinë time. Pra kjo që ndodhi, që vdiq burri, më shpërblen këtë fatkeqësi. Dhe ma zavendëso me diçka më të mirë. Këtë musibet, ma zavendëso me një gëzim. Ajo donte të thoshte këto fjalë, donte t'i thoshte këto fjalë, po mendojnë vete, kush mund t'jetë më i mirë se Ebu Seleme? Nuk ka burr më të mirë. Ai ishte bujar, besimtar, i sinqert, muhaxhir prej të parëve, e donte vetëm shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, këtë dua që e bani, Allahu azza wa jall ja plotsoi ashtu që është hadithi, që është duaja, fjalë për të fjalë. Allahu azza wa jall ja zëvendësoi Ebu Seleme me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam shkoi e lypi këtë për grua dhe u bë gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe u bë nëna e besimtarëve. Pra Allahu azza wa jall ja zëvendësoi me më të mirë, me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ngjarje të këtilla ka shumë, po e them edhe një. Një burr mbriti në aeroport dhe donte ta bënte një udhtim shumë të rëndësishëm. Ishte pak i lodhur dhe në aeroport e zuri xhumi, kështu që pa e hetua u bën kontrollat dhe u nis aeroplani. Në këtë aeroplan kishte më shumë se 300 udhëtar. Kur u zhua, e kuptoi se aeroplani ishte nisur dhe fluturimin e kishte uq. U ngushtu shumë, u mërzit tepër. Udhëtimi ishte i rëndësishëm, pastaj të shkosh deri në aeroport, i bësh gjitha gati dhe të hike aeroplani, ishte e rëndë. U mërzit shumë dhe filloi të ecte në për aeroport pa kokë. Por nuk kaluan pak qaste, pak minuta, kur u dha lajmi se avioni ishte rrëzuar. Dhe gjithë ata që ishin tonë kishin vdekur. Humbja e fluturimit për të ishte një mirësi e madhe, po pak kush di me reagua në kësi momente. Gjatë jetës, vëllezër, duhet jemi optimist. Duhet mendojmë çdo herë mirë për Allahun. Të pajtohemi me caktimin e tij. Dhe duhet ta dimë se çdo sprov që të godet e mbart në vete një mirësi. Mirësi të cilën mund ta kuptojmë ose mund ta zbulojmë më vonë. Elusim Allahun azza wa jall na jep besim të fortë, mbështetje të fortë në Allahun azza wa jall, sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.